Mirëmbrëma dashur teleshikues, jemi në emisionin Qëndrim nga unë Tedi Mene këtu në ACTV USA. Sonte jemi në lidhje me zotin Eliger Tima, i cili ndodhet prezent në protestën e lëvizjes Shqipëria bëhet përpara kryeministrisë. Tani, unë dua të hap pak me një prezantim të tillë. Zoti Eliger Tima ka qenë kandidati i Shqipëria bëhet për Bashkinë e Cerrikut, ku krahasuar me statistikat e zgjedhjeve të 11 majit ka marrë mbi 2 fishin e votave, pra është në një rezultat pozitiv dhe mbas angazhimit të fushatës, ku shumë politikan për arsye të lodhjeve të shumta bëjnë pushime, zoti Eligert nuk ka bërë pushime, por përkundrazi është bërë pjesë e një nisme akoma dhe më të vështirë, akoma më strapacuese, një proteste e cila zgjat 24 orë të ditës në 7 ditë të javës përpara kryeministrisë, jo për veten e tij, por për gjithë shqiptarët, jo vetëm në Shqipëri, por dhe diasporën ku do ndodhet. Tani, unë dua ta nis pak, si fillim dua ta falenderoj që ka pranuar ftesën dhe që do jetë me ne nga Tirana në studion e ACTV-s. Të falenderoj vëlla. Faleminderit juve. Të bëj një pyetje para se tym të protesta, do ta nis pak nga ty si individ. Ku e gjeni forcën dhe ku duhet ta gjeni forcën gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe Mërgata për t'u bashkuar? Unë personalisht e shoh si emergjencë kombëtare, si detyrim moral i çdo shqiptari që akoma ndihet patriot, edhe ndërkohë ka jetuar në shtetet fqinj apo në shtetet diku më tjetër, ku janë përshtatur çdo kulture ndryshe nga jona, edhe kanë krijuar ato eksperiencat e tyre, ato përvojat e tyre ndryshe nga ato që në Shqipëri akoma sot mungojnë. Edhe vendosa të jap kontributin tim si patriot shqiptar, përdor fjalën patriot sepse unë ndihem shumë patriot, jo vetëm në festat e Nëndorit apo të ngej një flamurë e them jam shqiptar në përsheshjet e Europës apo të botës, por patriot e vërtet besoj që shikojnë të luftojnë në adheun e tyre për të drejtën që i mungon si populli. Nuk e shoh veten që të plakem nga shteti në për Europë apo në vende të tjera, e shoh veten në adheun tim, edhe një ditë duhet që unë dhe fëmijët e mi, atë që kemi ndërtuar jashtë, atë që kemi mësuar jashtë, atë që na kanë edukuar jashtë, duhet të sjellim ato përvojat e firmës tonë. Pra po flasim për një patriotizëm konstruktiv. Patriotizëm konstruktiv për të sjell zhvillim në vendin tonë. Tani të pyes pak, si ka mundësi që kur ne shohim Rumaninë, shohim Bullgarinë, shohim Nepalin, duart trokasim, por kur vjen puna tek vendi ynë jemi më të stepur. Çfarë na mungon ne? Çfarë thirrje duhet bërë që populli ynë të çohet? Çfarë duhet bëjmë ne, sepse unë për mendimin tim individual, si individ, unë kur ju shoh ju që bëni atë sakrificë, them është e turpshme për mos t'ju bashkuar kësaj iniciative që ju keni marrë. Është e turpshme. Sigurisht, ka shqiptarë që janë në Mërgat, mund të jenë larg dhe mund të bëjnë diçka atje ku janë. Kjo është e justifikueshme, patjetër, në Amerikë, në Angli, pam nismën që ishte në Angli, kemi parë protestat që janë thirrur dhe që do të bëhen të shtunën në New York para konsulatës, dhe ju shohim dhe juve dita ditës në mënyrë të pandalur që jeni aty. Tani, çfarë thirrje konkrete keni që shqiptarët të diasporës të ndjekin të njëjtin shembull atje ku janë, nëse nuk mund të bashkohen dot fizikisht aty ku ju jeni? Çdo gjë thirrje që mund të bëhet diasporës është çdo gjë bëhet brenda mundësive, edhe më tej mundësive, sepse jo të gjithë nuk kanë mundësi, shumica ka mundësi që të bashkojnë gjë të tillë, duhet të lënë mjan të lënë anash nderin apo sedrën apo njerëzit që kanë në punë shtetin në Shqipëri sepse punojnë për një rrogë me vërtet mizerje. Po mizeria më e madhe në këtë vend është asistenca 30.000 lekë, domethënë 30.000 lekë të vjetra po flasim, unë nuk e di se si arrim ky popull të rri peng për 30.000 lekë asistencë. Ky vend është shndruar, është kthyer në një vend shumë të furriqur për sa i përket vizionit tim, sepse është një vend ku është bërë monopol çdo gjë, edhe gjëja minimale është bërë monopol. Ky vend është ai vend ku ai që ka të drejtë të marrë një kemp, sepse ka aftësi të kufizuara, duhet të paguajë doktorin, edhe nëse e merr. Ata që janë të saktë
fizikisht dhe mentalisht janë të gjithë pothuajse shumica atyre që përdoren për makina votash, janë të gjithë me kemp, me rrogë, rrinë për lokale nga mëngjesit darkë, sepse përdoren si makina votash, nuk kanë një kulturë pune, sepse ata që kanë një kulturë pune, shumica e atyre që kanë një kulturë pune edhe kanë një vizion për të ardhmen, nuk jetojnë në këtë vend, po kanë ikur nga ky vend sepse kanë qenë të detyruar. Thirrja që do të bëjë këtyre zotrinve për sa i përket modelit bulgar edhe modelit rumun që po përdoret tani aktualisht, apo dhe Serbisë, edhe Serbia nuk e ka shumë të gjatë, po shkon drejt shkatrimit total. Ta zotrinj duhet të vënë në plan të parë, domethënë ato që jetojnë jashtë shtetit, pse mos ta kenë në vendin e tyre. Pse mos të kenë në vendin e tyre një efektiv në dogan ku të pretë thotë mirë se erdhe në Shqipëri zotri, po kemi efektiv në për dogana që na thonë pse ke ardhur dhe ku do shkosh. Pse mos të kemi një shërbim edukimi ndryshe nga ajo që është të jesh harbut, të jesh i dhunshëm kur flet, agresiv, që gjithë vendet tjera kanë. Pastaj me raca shqiptare besoj se të çdo vend botës ku ka shkuar i është përshtatur kushteve të tyre, por kur kthehen në Shqipëri, kthehen me atë mendimin, me atë mentalitetin që kur kanë ikur kohë më para, edhe besoj se akoma është ai lloj mentaliteti, po duhet të themi jo, sepse Shqipëria ka ecur më para, njerëzit kanë avancuar, kanë parë pothuajse tre çereku shqiptarëve e kanë parë botën jashtë Shqipërisë, e vetë gjë këtu i mban në thjesht një masedra, kultura që është mbjell frika se dhunohen. Për shembull sot më ndodhin dy raste ku më morën disa djemë dhe më thonë babajnë e kanë marrë në telefon sot nga bashkia dhe i kanë thënë thuaj u çunave mos i bashkojnë ligjëtit, por ndryshe do kenë bëjnë me drejtësim. Mbase kanë diçka të palishme apo nuk e di se ku kapen, po këta lloj, domethënë këta që kanë marrë peng shteti shqiptar, po përdorin çdo lloj risorse, po përdorin çdo lloj dhune, çdo lloj mënyre si që të intimidojnë njerëzit, ti frikson njerëzit, dhe besoj se në 2025, që jemi gati në prag të 2026, besoj se ka ardhur koha që askush mos ketë më frikë nga këto lloj individësh, sepse 3% që punon në administrat edhe në qeveri nuk mund të mbaj peng 97% të shqiptarëve. Të gjithë duhet të bashkohen, nuk duhet të bashkohen një sigle politike. Duhet të bashkohen thjesht një protestë qytetare. Të jetë vota e lirë në Shqipëri. Të kenë mundësin të shprehen të lirë shqiptare, të kenë kushtet që ka fqinjët tanë, të kenë miqënin që ka fqinjët tanë, sepse mundësit janë. Shqipëria nuk është e varfër, Shqipëria është e vjedhur. Prandaj u bëthirje, gjithë diasporët, dhe ata që brenda mundësit janë dyshim, le të vinë, të na bashkohen. Sot është nata e 10 që ne rezistojmë, unë e quaj ishulli i rezistencës, përballë kryeministrisë, për t'i treguar këtyre zotrinve se duhet të ikin, për t'i treguar këtyre zotrinve që duhet të dorëhiqen, mbas kërcënimeve që kryeministri i Shqipërisë, mbas kërcënimeve që ka bërë prokurorisë kushtetuese, prokurorisë posaçme, nuk është parë kurrë në botë që një ministër të jetë për të arrestuar, të dënohet për vjedhje, apo për mos parazi tendesh dhe të jetë akoma në pushtet. Në 44 e këtij zotrisë nuk kemi parë asgjë ndryshe. Të gjithë zëvendësit e tij, o janë të arrestuar, o janë të arratisur, o janë të përlyer, bashkë me gjithë grupin e tyre kriminal që akoma e mban pushtet. Sepse këtu sa e bëhet fjalë për zgjedhje, ndërhyn, administrata, duke kërkuar ndere favore njerëzve vet kudo që i ka, po mos i heq nga puna. Po harroj se ku shkon ke spitali dhe nuk ka ilaçe, nuk e se mendon ai miku im kushuriri motra apo vaj për fëmin tim, po jam unë që do të mendoj e para. Nuk mendojnë se kjo Shqipëri mund të bëhet më mirë edhe ku shkon në spital në vend që të paguajmë lek doktorit ke xhepi, ai duhet ta shërbejnë për atë që është paguar. Nuk mendojnë se ato ilaçet janë të nivelit të 4 dhe jo të nivelit parë që sjellin në Shqipëri. Me pak fjalë janë mbetjet e skaduara në farmacit e gjithë Europës apo vendeve të tjera të botës që i sjellin këtu. Do të mendoj që ai ushqimi jon që ne prodhojmë në Shqipëri nuk na lejohet që të shitet dhe të konsumohet
por duhet importojmë nga jashtë, sepse janë akordet e marra politike me shtetet fqinj. Duhet mendojnë që ata fermerët tanë që prodhojnë këtu, pse duhet ta hedhin atë prodhimin e vet? Sepse nuk ju lejohet shitja. Edhe thonë janë me pesticide. Po ndërkohë, ato peat kimike në Shqipëri nuk i kanë futur fermerët, i kanë futur qeveritarët. Ashtu si ndodhi me salmonelën, që kishin marrë ushqime të skaduara, edhe prapë i futën në shtregu shqiptar. Pse duhet mendojnë të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë? Sepse fëmijët e tyre do jenë nesër këtu, që mund të lmohen me këto që po mbjell kjo lloj qeverie dhe ky lloj sistemi themi se unë jam një nga ata që jam kundra sistemit 35 vjeçar, ku nuk po përket as Rama dhe as Berisha. Jam kundra të dyja, personalisht edhe shumica, jo shumica, po gjithë ata që janë këtu, janë kundra këtij lloj sistemi, sepse nuk pranojnë më të dhunohet vendi jonë edhe populli jonë të dhunohet apo të shpopullohet masivisht do vit. Dua pak ta përforcoj pak atë për ata që na ndjekin nga vende ndryshme të botës, të kuptojnë diçka shumë thjeshtë. Se shumë prej nesh mbase mund të shkojnë mendja të mendojnë që janë larguar, tani kanë jetën e tyre. Duhet t'u rikujtoj pak. E para, sot kemi shtete shqiptare. Nesër mund mos t'i kemi më. Sot Shqipëria për mua është e pushtuar. Sepse është në kushtet siç do ta kishte po t'ishte e pushtuar. Mbase një pushtues mund sillte dhe më shumë zhvillim. Është skandaloze, ndaj shqiptar, kudo që jeni, duhet kuptoni që ai zinxhiri, po ti ndryshket një hallk, fillojnë ndryshken gjitha hallkat. Dhe ne po na ndryshket hallka kryesore, që është vetë qendra, është vetë shteti am. Ndaj kudo që jeni në botë, ti lini pak edhe ato tuajat dhe të hidhni syt nga kjo lëvizje që po ndodh, sepse është e ndershme. Pse është e ndershme? E tregon realiteti. E tregon qëndresa që ata po bëjnë dhe e tregon si po shqetësohet pushteti nga këto lloj qëndresash dhe fuç çdo lloj mekanizmi, ashtu siç bën për votimet, ashtu siç bën për protestat, ashtu siç bën për gjithçka që ndodh e cila mund ta rrezikojë pushtetin në të ardhmen. Tani ne sot si mërgat kemi dhe përgjegjësi më të lartë, se kemi edhe të drejtë vote. Ndaj duhet hapim syt, nuk duhet gënjehemi nga ato lajmet se unë e kuptoj që është shumë e zhurmshme media të cilat nxjerrin lajme që Shqipëria është, domethënë, po shkon lart e më lart edhe shumë afër BE-s edhe prallat të tjera. Këto janë gënjeshtra zonja zotëri. Kur shkoni në Shqipëri për pushime, mos shikoni vetëm katet lart të kullave, e kam thënë dhe më parë, shikoni edhe katet poshtë, shikoni atë pensionistin aty, i cili nuk i del pensioni, shikoni ata fëmijët që shkojnë taj lokali poshtë, kërkojnë ujë, shikoni atë dyqanin e bukës që mezi mbahet, shikoni popullin, çfarë gjendje është, mos shikoni kullat, mos shikoni pamjet e Shqipërisë. Shqipëria e ka natyrën shumë të bukur, po ajo nuk tregon zhvillim. Shikoni gjërat më me detaje, shikoni klimën e biznesit, ku sipërmarrës merren peng për tu nxjerrë nga loja dhe më pas dilin në konkluzion. Tani, un kam një pyetje për ty. Në afatgjat, cili është mendimi juaj për këtë protest? Pra ku keni menduar ta çoni në afatgjat? Deri tani keni bërë rezistencën, ka kaluar sa ka kaluar, bravo ju qoftë. Por çfarë keni në plan të ndodh? Pa çfarë do të shoh? Ne siç e kemi deklaruar më parë, derisa kushtet biologjike të na lejojnë të qëndrojmë dhe të ekzistojmë, do jemi këtu. Nuk kemi ndërmend të tërhiqemi, nuk kemi vendosur një afat tërheqje, përkundrazi. Sa vim, çdo ditë sa vjen edhe njerëzit shkojnë më tepër. Kjo është një protestë qytetare dhe nuk është një protestë me sigël politike. Dolëm për të thënë njerëzve bashkohu dhe jo duke i marrë njerëzit në telefon apo duke organizuar protesta siç bën çdo kush, duke ju paguar ditën e punës apo natën e qetjes apo kushtet e tjera ku ta diun. Këtu është çdo gjë me vullnet. Ata që besojnë tek ndryshimi, ata që duan të luftojnë për të njëjtën kauzë që ne po luftojmë, duhet të jenë këtu me ne çdo ditë, duke lënë mjanë frikën, duke lënë mjanë stedrën, duke lënë mjanë çdo gjë që nuk ju përket, sepse ajo që ju përket më tepër, besoj se është liria, kushtet, drejtësia, barazia, meritokracia dhe parimet. Do të shtoj diçka, për sa i përket këtyre episodeve që kanë ndodhur ditët e kaluara në lidhje me policinë e shtetit, ku
Ne kemi qenë një grup 60 veta, 70 veta pak e shumë. Na kanë ardhur biçi polic, na kanë ka përdorur dhunë kundra protestuesve, duke gjuajtur me shkelma nga kamët. Unë jam një nga ata që kam akoma, domethënë, më kanë çarë në një kamp, duke gjuajtur. Ne nuk kemi përdorur kur dhunë kundra tyre, thjesht kemi bërë rezistencë duke ndetur me duart ndaluara, ulur, nga ka tërhequr edhe zvarr. Kanë marrë disa nga djemt tanë, i kanë dhunuar edhe fizikisht, kanë bërë dhe një arrest shumë të dhunshëm, ku mbasi ore nxorën për jashtë. Ky zotëria, domethënë ky shefi që dha urdhër për të na dhunuar dije, është pezulluar nga policia, sepse këtu kanë mësuar të përdorin çdo lloj mekanizmi, çdo lloj sendi, çdo lloj njeriu, çdo lloj mënyre, si çdo lloj dhune, si që të rinë dhe të mbajnë pushtetin. Ky është objektivi i këtyre ku deri sot ja kanë dalë, duke përdorur këto mekanizme, ta zotërinjt ja kanë dalë gjithmonë të rinë qeveri. Por sot që del një grup të rinj, ku unë personalisht punoj me drejtësim, kështu që njoh shumë mirë kush është antiterrori, antikrimi, antikorrupsion. Dhe prandaj nuk më tremë syri edhe kundra policave, dalë edhe ju kthejmë në mënyrë ligjore. E njëjta gjë, shumica e grupit tonë që është mbledhur këtu, veç atyre qytetarëve, janë shumë juristë që ligjin e njohin shumë mirë. Ne i kërkuam thjesht lidhjen e korrentit, sepse na duhet për fonim, për sa i përket protestës për folur, edhe na e mohuan. Ndërkohë, shkuam një generator, domethënë na solli një dikush nga Londra që kishte ardhur në protestë, shkoi e bleu me portofolin e tij. Policia erdhi të sekuestronte edhe atë. Nuk e lejuam ta sekuestronin, për shumë motive. Ju treguam dokumentat, edhe ndërkohë shefi i policisë thotë, nuk kam çfarë bëj, kam urdhër nga lart. E di që jeni të drejtë, keni vepruar me ligj, por urdhri nga lart është le t'ju treqim zvarr, t'ju heqim nga këtu. Se kjo është shumë e trisht. Ndërkohë që këta zotërinj shqiptarë akoma besojnë tek një monstër i tillë, ku ju thotë se do shkojnë në Europë. Këta Europën e ka në vendin e vet. Nuk ka nevojë të shkojnë në asnjë vend. Se në qoftë se ky do bënte atë që pati premtuar, këtu e para 4 dekadave, vendi jonë sot do ndriçonte. Ky nuk bën gjë tjetër që veç dhunon, bën vetëm pazare, shpërndarje tendersh. Ai që na kishte futur dhe një tradhtar brenda, se duhet ta përmend se më fal. Na kishte futur një tradhtar brenda që ne bëjmë koalicion, edhe që në syt e shqiptarëve u dukëm ata që nuk ishin të zotët, nuk mbajtën fjalën, apo të tjera. Sot e vërteton fakti që ky zotëria u bë avokat populli tek një popull që populli nuk e do. E parë. E dyta, shitja e tij mundësoi gjitha ato shkatrime në lëvizjen tonë, sepse ne me 64.000 vota efektive që morëm, duhet kishim të paktën 7 deputet ku të ngritim zërin sot. Por sistemi bleu çdo kënd, si që mos i lejosh hyrja në parlament edhe Ati Klapaj. Sepse Ati Klapaj është shumë shqetësues për sistemin, është shumë barbar kundra sistemit, ku nuk pranon padrejtësi, ku është i veti që çdo protestë që ka organizuar ka pasur sukses, edhe qeveria nuk e do një person të tillë në kuvent, sepse kuventi tashmë është bërë një merkat pazaresh, është bërë si në bursë, janë të gjithë trushi e majta e djata, edhe seksioni që tjetër, ky zotëria bizotron akoma sot sepse ekziston Sali Berisha. Faleminderit. Do të ndalem pak këtu, sepse është vërtet një moment shumë i rëndësishëm për marketingun e Shqipëria Bëhet, kur Endri Shabani doli në këtë mënyrë, sepse tani ju mund të çoheni para njerëzve dhe t'i thoni e shikoni që ne kishim të drejtë. Sepse shumë njerëz nuk i lexojnë lajmet, ç'është e vërteta, shumë njerëz lexojnë titujt. Dhe titujt gjithmonë e deformojnë të vërtetën dhe u krijuar një pjesë shumë e madhe e njerëzve e cila kujtoi vërtet sikur ju
nuk dëshironit ta mbanit atë formulën që zgjodhet, nuk dëshironit për listat e hapura e njërin tjetrën sepse u mashtruan nga titujt. Pavarësisht përpjekjeve që ju bët nëpër media, ai marketingu filloi të ngjiste, por sot kjo gjë nuk është më e vërtet, sepse sot doli e vërteta, sot ju çoni me dinjitet dhe thonit ne patëm të drejtë. Dhe tani ju njerëz të cilët u mashtruat një herë nga titujt, u mashtruat një herë nga fasadat, mos u mashtroni për herë të dytë dhe shikoni këtë protestë dhe na u bashkoni për të keqen e përbashkët që e ka kapur atë vend. Tani pra nga aspekti strategjik politik, Rama mund të themi që është në një nga pikat më të ulta të karrierës së tij. Absolutisht po. Absolutisht po. Rama për mendimin tim u gjend në vendin e dur, në momentin e dur, ku mori drejtimin e Partisë Socialiste, që mund ta merrte çdo kush tjetër. Dhe besoj se po të ishte dikush tjetër veç Ramës në krye të Partisë Socialiste, do të kishte bërë në një krye vepër edhe nuk do kishte shkatruar vendin tonë. Sepse Rama nuk është i zoti, nuk ka qenë i zoti dhe nuk është i zoti të hapi një parti të re, të krijojë një elektoratin e tij dhe të marrë besimin e popullit edhe të votohet masivisht të bëhet kryeminist. Nuk kishte për të bërë kurrë. Është bërë kryeminist duke përdorur dhunë, duke përdorur të gjithë krimin e organizuar për ta mbështetur atë si jashtë burgjeve dhe në burgje, edhe u bë kryeminist. Ndryshe nuk kishte për të bërë kurrë, sepse një që shan shpesh popullin e tij, një që ka marrë peng çdo trev të Shqipërisë, një që nuk i intereson asgjë veç vetes së tij, po mua vlen sa një kongër gruri edhe nuk mund të jetë një kryeminist. Jam absolutisht dakord me këtë, madje duhet fillojmë të reflektojmë jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, po shqiptarët e trevave të ndryshme, për arsye se nuk do shumë mend për të kuptuar që një njeri nuk duhet të ri 16 vjet në pushtet. Edhe unë po t'jem. Po të më lësh aq gjatë, do filloj do abuzoj. Është njerëzore. Dhe ajo është e tepërt, dhe ai rri dhe nuk ndalet. Pra skandalet janë të hapura dhe besoj që t'i kemi trevat shqiptare mirë duhet jetë mirë shteti ëm. Që të thotë që shqiptarë nga trevat të ndryshme duhet i bashkohen kauzës. Po, çfarë po thënë? Atë nuk mund të jetë që institucionet shtetërore janë kthyer në punësi private. Nuk mund të ndodhë që çdo veprim që apo çdo vendim që duhet marrë një ministër duhet të ketë lejen e kryeministrit. Nuk mund të ndodhë që kryeministri i infrastrukturës me urdhër të kryeministrit të firmosi tendrat e pabarabarta, të zhduken miliona euro në drejtim të paditur, ku drejtësia mundon të zbatojë detyrën e vet, dhe një kryeministër edhe i kërcënon publikisht, kërcënon gjyqtarët, kërcënon prokurorin, kërcënon gjykatën. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri, edhe ai i populli duke bler gjitha mediat, sepse këtu gazetarët nuk mund të ushtrojnë dot detyrën e tyre. Domethënë pasi të nxjerrë një lajm, do t'i kërkojnë lejë drejtorit sipër, ai drejtori sipër pastaj vendos po apo jo. Po këto drejtorë që janë sipër, duke filluar nga televizioni shqiptar i pari, që janë miqtë e tij, edhe gjithë të tjerët nxjerrin lajmet që nuk godasin shumë Edi Ramën, ose nuk godasin shumë sistemin, sepse janë të gjithë të përlyre me sa duhet. Ata gazetarët e ndershëm që duhet të bëjnë punën e tyre, fatkeqësisht nuk munden. Janë ndryshuar 4 presidentë në Amerikë. Edhe Rama është akoma këtu. Është gjë e papranueshme. Kjo nuk është demokraci. Rama ka mbyllur çdo televizion. Ne e vetëm mënyrë, edhe çdo kush tjetër, e vetëm mënyrë që mund të shprehet, ka vetëm rrjetet sociale sot. Sepse televizionet publike apo private janë të gjitha të mbyllura për neve që nuk kemi gjë. Dhe kjo tregon që akoma është diktaturë. Në çdo televizor, më pas, ku shkon edhe shef ekranet, në çdo lokal apo në çdo shtëpi, sa që ata ndryshojnë nga ekrani, Rama.
Top Channel, Rama, Newsi, Rama shëndruan në një top model sot, nuk është më kryeministër, është top model. Ku del se dy fjalë, ku këta të tri që e ngjojnë atje me pasion, nuk shohin realitetin se çfarë po ndodh dhe ku janë zëvendësit e tij, pse po burgosen, pse po dënohen, pse po arratisen. Çdo javë ka një atentat. Një fëmijë i vogël në Durrës, 14 vjeçar, ishte në Salto Perimit. Në momentin që po e operonin me urgjencë, ikën dritat. E morën, e ngarkuan ambulancë për ta sjellë në Tiranë, gjatë rrugës u mbi jetën. Askush nuk pa përgjegjësi për gjëra të tilla. Edhe fizotria na flet për Europë. Film më flet për Europë. Më pas mund të marrësh pak gjupit vetëm? Duhet të tregoj diçka? Po. Ky, po t'ishe për në Europë, në kështë quar me kohë. Jo tani, se në Europën e kemi marrë vetë. Në më thëmë me merit, sot jemi bërë qytetarë europian, apo botronë për të tjera. Okej? Edhe jo, nuk pritëm as Ramën dhe as Berishën që da bënin qytetarë europian. Në regu? Edhe këta europian që u detyruan tignin, sepse nuk ishin kushte, mirëqenie apo tarme, sot do t'i kthejnë të gjithë mrapsh, nëse hapin horizontin, t'i kthejnë gjithë mrapsh, E ta bëjnë Europën në vendit. e ta bëjnë Europën brenda vendit tyre. Për mua kjo është i gjë shumë e çmuar. Kam parë dhe nuk dua ta lej jashtë, përveç thirrjeve për Mërgatën, përveç thirrjeve për shqiptarët në vend, kam parë dhe thirrjet që keni bërë për partitë e tjera për t'u bashkuar protestës dhe për lëvizjet e tjera për t'u bashkuar protestës suaj. Ju lutem mos ta lëm jashtë, pra cila është thirrja, sepse ju keni qenë në mos gaboj partia e vetme nga partitë e reja para zgjedhjeve të 11 majit, e cila kërkonte bashkimin e gjitha subjekteve të reja, pavarësisht idesë politike, me qëllim që të bashkohet e reja kundër së vjetrës dhe më pas populli le të zgjedhë të majtën apo të djathtën. Por për arsye se Shqipëria nuk është në këtë fazë luksi mes të majtës dhe të djathtës, bën të pa korruptuarit kundra regjimit. Tani ju vazhdoni me këtë qasje, edhe pse keni marrë disa refuzime nga partitë e tjera të reja. Konkretisht, si po shkon, ç'a mund të më thuash strategjikisht për sa i përket një bashkëpunim qoftë edhe diplomatik me dy subjektet e tjera të reja dhe edhe pse ju morët refuzime, ju prap po bashkoni. Çfarë ju shtyn të shpresoni për këtë bashkim dhe sa benefit do të ketë populli jonë nëse këto parti do të ulin ato egot personale, do të bashkohen kundër së vjetrës, kundër pushtimit të Shqipërisë, do them. Atëherë, siç e deklarova më parë, ne nuk kemi dalë me sigël partie, kemi dalë si qytetar thjesht. Ju kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë thirrje çdo kujt nga partitë e reja që t'i bashkojnë kësaj kauze të përbashkët. Por besoj se, siç u deklarua dhe në 11 maj, shumica tyre është një ego personale, sepse këtu në Shqipëri fatkeqësisht ekziston kjo ego, ku nëse ti del me një ide ndryshe nga unë, fillon xhelozit e brendshme ku thonë pse ta bëjnë, pse e bëri ai se nuk e bëra unë. Kështu që kjo gjë është shumë e përbashkët këtu në Shqipëri. Ku kërkojnë shumica tyre kërkojnë të gjithë vëmendje, duhet të jenë të gjithë, si thonë, një fjalë urtë popullore, të kaposha, duhet të jenë gjithë kaposha në një kotet, kush komandojnë më parë. Dhe unë besoj se këto duhet lënë gjitha mjanë sot, përdesa është një emergjencë kombëtare, është një nevojë shumë e madhe që të mblidhet të gjitha forcat politike, të dalin në shef, të bashkohen si qytetarë dhe jo me sigël politike, kundër sistemit, të bëhet një qeveri teknike për 12 muaj, të lirohet administrata nga dhuna, të depolitizohet komplet dhe të jetë vota lirë, pastaj pas 12 muaj të bëhen zgjedhjet, të kandidohen ata që mendojnë se janë të aftë për të qeveri duke të bënë, të fitojnë më i miri. Është shumë e thjeshtë, po vota duhet jetë e lirë, siç është në çdo vend të Evropës. Se mjafton të kalojmë kufirin me Kosovën edhe shohim një ndryshim shumë të madh. Mjafton të shkojmë në Maqedoni edhe shohim një ndryshim shumë të madh. Po si ka mundësi
vetëm ne shqiptarët do rrim të vuajmë, po atë më mirë ta kishim ai këtë kusht tjetër këtë Shqipëri. Pa jetoni si njerëz. Jetoni si njerëz. Dhe jo të mbi jetojnë, sepse këtu njerëzit mbi jetojnë, nuk jetojnë, mbi jetojnë. Ai 3% që u thash më parë, ka marrë peng të gjithë Shqipërinë dhe nuk e lëshon. Edhe sot, ndërkohë që Saliu pati bërë ligjin 7501, konflikti pronave, ku kanë humbur jetën mbi 11.000 shqiptarë, duke pas konflikte me njëri tjetrin me ligjin 7801, sot ky zotëria, kryeministri i atyre që e votojnë, jo se nuk është timi, mua nuk më përket, po thuaj se ligjin 7502, paketën e maleve, ku po ju heq pronat atyre që nuk i kanë me certifikat. Po shet të gjitha malet për të dhënë oligarkëve. Kështu që ata fshatarët që ndodhen afër pyjeve, ata banorë që ndodhen afër maleve, nesër nuk do kenë të drejtë as të mbledhin një dim, një eksojë në malet e tyre, nuk do kenë të drejtë as të bën një shëtitje, nuk do kenë të drejtë as të bën një dru për të ngrohur, sepse do jetë çdo gjë e privatizuar. Edhe kjo më vjen shumë keq që shqiptarët nuk arrin ta kuptojnë se unë them që është një emergjencë kombëtare, kjo është me vërtet një emergjencë kombëtare, edhe duhet të bashkohen, edhe jo të rinë, ju mbështetë, shumë njerëz na thonë, jemi me ju aty, po nuk mundemi, me zemër jemi me ju. Ajo zemra, po të ishte vërtet e reale, duhet ishte këtu, një ditë këtu bashkë me ne, të ikim këta zotrin që kanë marrë peng Shqipërinë, duhet riciklim komplet. Duhet kanë njerëz që na përshëndesin vazhdimisht. Duhet një riciklim politike, se kjo klasë politike është vetëm për pazare. Ndërkohë që unë në Cedik shkova shumë mirë, përdesa ishe e vetëmja bashki ku kandidonin 3 veta kështu ditërisht, nga që më shikoni si rival, edhe ishte kandidati PS-s, edhe ai pavaruri ishte i vënë nga PS-ja, por i mbështetur nga PD-ja. Por ju treguar atyre që na ngjojnë që ata dy zotrinj janë bashkë, edhe ne nuk kemi lidhje as me Ramën dhe as me Berishën. E para, e dyta, arrita t'i ulja përqindjen. E vërtetë. Sepse ata deklaruan pak me 72%, arritën me 65%. Pa ata njerëz që më votuan edhe më dhanë 14%, më dhanë me dëshirë, nuk më dhanë as me nder, as me favor, as për punë, as për lek, as për gjë. Më dhanë votë me dëshirë, dhe më dhanë, qofse çdo qytet i Shqipërisë, si që deklaruan në Cedik 14%, që na voton me dëshirë, ky është një dyshim i madh. Ai 14%, me kjo që po ndodhi sot aktualisht në Shqipëri, mund të bëhet 50 e ca %. Pastaj, duke ndryshuar kodin zgjedhor, ku jo më shumë se 2 mandate, nuk mund të rri askush në kryeministri. 2 mandate, maksimum. Siç e kanë gjithë botë. Patjetër. Që Amerika. Patjetër. Që Amerika, në Europa. Është shumë e nevojshme. Po më e nevojshme sot është prezenca e qytetarëve shqiptar të gjenden në shesh. Pra duhet të kuptojmë që kemi të bëjmë me një luftë për të shtruar atë dheun. Këto janë fjalët. Absolutisht po. Jo me simbol, po troç. Pa simbol. Kjo është protestë qytetare. Është protestë apo gjithë, nuk ka asnjë sikël partie. Po një drejtues i protestës tani duhet. Kushdo ky tjetër. Pastaj po patën një më të mirë, le të tjetër të bëjnë. Më thuaj pak, pra keni lajmëruar një protestë masive të shtunën. Po. Si më trego pak për të. Atëherë, ne kemi bërë thirrje gjithë qytetarëve në Shqipëri dhe në diasporë, të shtunën të na bashkohen në orën 12, të jemi sa më shumë në shesh, për t'i treguar se gjithë atyre që janë në dyshim apo që jetojnë me frikë, po më të gjitha për t'i treguar këtyre zotrinjve që janë në qeveri sot, që populli shqiptar po zgjohet, edhe populli shqiptar do lirinë e atë vetë nga këta
horrat që kanë marrë peng. Të falenderoj shumë për iniciativën që keni marrë. Të falenderoj shumë për shembullin që dhe, Faleminderit për juve. arsye se ishe pas fushatës. Ishe fill pas fushatës. E i kishe shumë afër. Pra fushata është një lodhe shumë e madhe, këtë e dim gjithë dhe hyre në një lodhe akoma dhe më të madhe. Dhe të falenderoj shumë edhe për një vërtet. shembull që jep, sepse ti ke ardhur nga Mërgata. Ka ardhur nga Italia, që ta dëgjojnë edhe shqiptarët e tjerë që janë në vende të ndryshme, që ai që po u flet nuk është një person i cili është aty dhe nuk ka ikur dot. Jo, ka qenë jashtë. Më lejo të them, Patjetër. më lejo të them diçka. Atë unë erdha në Shqipëri në datë 1, kisha biletë dhe kthimi në datë 4, shkova për të parë nëse kryetari i bashkisë Cerrikut po ushtronte profesionin e tij dhe po punonte. Pash asgjë nuk po ndodhte, do të thotë që kishte ndaluar mbasi u mori votën qytetarëve. Fillova me të rëndësimet e mia aty. Ndërkohë isha duke ikur për Itali. Takoj rastësisht zotin Lavaj, e më thotë ku po shkon? Më thash po kthem në Itali. Më thotë po prit. Po çfarë do bëjmë? Po prit ose do dalim kundër qeverisë sepse nuk po ja çajm dot më kështu. Me gjithë padrejtësira. Grisa biletën. Edhe besova bëj bilet tjetër se kujtova tash, okay, mund të rrim 3 ditë një javë. Ndërkohë kisha bërë bilet tjetër për në datë 12. E grisa në atë datë 12. Edhe tash, okay, po lë pa fat, duke lënë dhe unë familjen time atje punë të mia duke shtyr, për të qëndruar i qëndrueshëm në këtë iniciativë qytetare me njerëz që duan ndryshimin e vendit tyre. Të falenderoj shumë sepse në këto fjalë tregojnë që je i drejtpërdrejtë. Sepse je vetë shembulli i individit, nuk janë vetëm fjalët, është vetë vepra e individit. Nuk mund ta mohoj domethënë. Ishe në Itali, je këtu, sot je aty 24/7, këto janë prova të mjaftueshme. Të falenderoj shumë që ishe në këtë intervistë në lidhje me Mërgatën në Amerikë. Të cilës i them që dje kishte nevojë Kosova, e ndihmuam, sot ka nevojë Shqipëria, sepse është e pushtuar. Ai popull ka nevojë për ndihmën e Mërgatës, kudo ndodhet, dhe shqiptarëve në trojet shqiptare kudo ato janë. Falenderoj shumë që pranove ftesën, falenderoj shumë për herë të disat për të qenit të drejtpërdrejtë dhe ju uroj shumë sukses. Nëse keni diçka të fundit për të shtuar, nuk e di. Do të them që i drejti zhytet, po nuk mbytet. Drejtësia vonon, po nuk harron. Edhe e fundit, bashkohuni sa më shumë nga çdo cep të botës, na mbështesni në këtë iniciativë, të lirojmë vendin tonë nga tradhtarët dhe nga anti-shqiptarët. Faleminderit. Populli dashur, mos harroni ditën e shtunë dhe ky ishte edhe emisioni Qëndrim nga unë Tedi Mene për ACTV USA. Ju urojmë mbrëmjen e mirë si juve atyve në Shqipëri dhe gjithë shqiptarëve kudo që na ndjekin. Faleminderit. Gjithashtu.